katër viteve, 1910 nëse ka ardhur gjyshëri që thoni. Kishin ato gjajaj ka ndekur. E gjetët shtëpinë. E tabi. Vamën e Zoti Ramadan, ajo Laceja kur del nastani, odi sytë mëna Marjani, bilbilo, odi sytë na Marjani, çpaza bibitët e orynanit, paza bibitët e orynanit. Gjyshja kur kishte ardhur këto? Gjyshka na hajta. Doje të qanje. Pse doje të qanje? Pse? Se më erdi na atë gjyshi, nunla më erdi, babaj më erdi në mëndër. Sikur babaj ishte atë, sikur po të priste. Babaj ka vdekur në Turqi, këtu është, këtu e ka varri. Ju përshëndesim nga Stambolli, ku në brendësi të tij gjendet një Shqipëri e madhe. Tani kalojmë urën e parë të Stambollit, jemi sipër Bosforit, jam duke shkuar drejt Gajretepes. Gajretepa është një pjesë që i përket Beshiktaşit dhe Beshiktashi është qendra e banuar nga shqiptarët e vjetër, të cilët kanë ardhur nga zonat e Korçës. Janë shqiptarët e dëbuar nga grekët, shqiptarët e Leskovikut, të cilët kanë mbi 100 vjet që jetojnë në këtë zonë. Le të mësojmë historinë e tyre, se si gjyshërit e tyre janë dëbuar, sa e mbajnë gjuhën dhe traditat shqiptare. Jo veç në Gajretepe, në Beshiktash, po kudo në Stamboll, në çdo zonë të Stambollit, në çdo lagje, në çdo rrugicë, në çdo qendër tregtare, në çdo dyqan, rastisim shqiptar të cilët e flasin gjuhën shqipe dhe nga çdo kush mësojmë një histori tjetër familjare, një tragjedi shqiptare që janë të ngjashme edhe të ndryshme nga njëra tjetra. Sot jemi me familjen e Iskënder Defnes, le të mësojmë gjithçka mbi këtë familje. Rini ndjekje të ciklit me shqiptarit të Turqisë. Përshëndetje të nderuar miq, vazhdojmë ingjizimet për televizionin shqiptar për programin Ura me shqiptarët e Turqisë. Jemi me shqiptarët e Leskovikut, kanë mbi një shekull që kanë emigruar nga trojët e tyre, them emigruar, por është dëbimi masiv i shqiptarëve që është bërë në atë kohë, por le të mësojmë se nga janë, nga cili fshat, nga cili fis, kush ka ardhur, gjithçka mbi familjen Defne. Jemi me Iskënder Defne. Mirëdita. Urlo. Mirëdita. A je mirë? Mirë, shumë mirë. Emrin e keni Skënder? Skënder Defne. Defne. Emri babait? Belul. Po gjyshi? Bekir. Mbi emrin si e kanë pasur ato? Defne e kanë pasur? So ismin? Jo, ande jo. Si e kanë pasur ande? Ato se di as. Nuk e dini, ja? Nuk e di. Të njohem dhe zonjën, mirë dita. Ditën mirë. Emrin ju lutem? Fahrie Defne. Fahrie Defne. Jeni bashkëshortja e Iskënder Defnes, nga jeni me origjinë? Unë jam nga Korça. Keni ardhur? Kur ka ardhur baba? Juve këtu keni lindur apo në Korça? Baba 10 vjet. 10 vjet ka ardhur? Ka ardhur në Shqipëria. Aneja këtu ka lindur. Aneja këtu ka lindur? Këtu ka lindur. Edhe babaj nga Shqipëria nga Korça. Edhe nëneja nga Korça? Jo. Ananeja Gjyshka nga atë si di Harova ka nashtë nga Përmeti, mos është nga Saranda, mos është nga Vlora, nga Leskoviku ka ardhur Ananeja. Babaj nga Korça. Babaj si quhej? Emrin, babaj? Dervish. Dervish Sançoğlu. Po babait? Babaj Dervishit? Yakup Sançoğlu. Po nëneja? Nëneja Leman Sançoğlu. Leman. Po nëna e nënës? Anenin Ayşe. Ayşe, po babaj? Ayşe. Babaj Hasan. Ato kanë ardhur, nëneja pra ka lindur këtu. Këtu ka lindur. Ato kanë ardhur më herët, Në Shqipëria ka ardhur. Çfarë viti keni dini? Atë vitin se di. Nuk e dini. Se di.
Baba ju të ka ardhur 10 vjeç? 10 vjet ka ardhur. Me gjyshnë prapa ka ardhur. Babaj, me... Në çfarë viti? A dini në çfarë viti ka ardhur? Seti atë. Në 1912, 20? Babaj uve 30 vjet ka vdekur. Sa vjeç vdiq babaj? 7 vjet ishte. 70 vjeç, pra ka 30 vjeç që ka vdekur, pra 1980 ka vdekur, ka qenë 70 vjeç. 1910 atëherë duhet kanë ardhur atë 1920. Kanë ardhur. Matematika momentale nuk është. Atëherë mendoni çfarë tregonte babai kur kanë ardhur, si kanë ardhur, çfarë rrugë kanë ndjekur? Kanë hikur atë. Andej kanë hikur. Kishte atje në Shqipëri savash. Luftë kishte. Luftë kishte. Atëherë kanë hikur. A kishin pësuar ndonjë dëm nga lufta, ishte vrarë ndokush, keni pasur ndonjë Jo, tregonin? na babaj, ato motës ka babaj. Një vëlla kishte. Vëllai atje mbeti apo erdhi? Jo, këtu ka. Vëllai vdik, shpet vdik. 40 vjet ishte vdik, na kalp me zemra. Qoftë që ne vdikte. Ja, 2 vëlla ishin këtu. Kështu. Atëherë mendo se si kanë ardhur në rrugë, çfarë tregonin, ku janë vendosur, derisa unë të diskutoj pak, të bisedoj me gjyshin, pastaj të rikthehemi te ju përsëri. Pra, historitë përafërsisht të dëbimit të shqiptarëve janë të njëjta, ka qenë patjetër koha kur shqiptari nuk ka pasur as armë në dorë, ka qenë dalja nga gjendja 500 vjeçare, ka qenë pafuqësia e fshatrave dhe e popullit shqiptar, të cilit ka ngelur preng në dorën serbo-greko-bullgare, por historitë gjithçka tregojnë ngjarje që kanë jetuar vetë familjet, dhe mundohemi të shkojmë edhe pak më thellë në rënjet më të thella, por të vjetrit kanë humbur, kështu që marrim ato të dhëna çfarë ka ngelur në memoritë e njerëzve, por ajo që na bën shumë të lumtur edhe të ndihemi krenar është që shqiptarët, siç është gjyshja edhe gjyshi këtu, që thotë që babai i saj ka ardhur në moshën 10 vjeçare, nëneja saj ka lindur këtu, por akoma e flasin shumë bukur gjuhën shqipe. Flisni shqipen bukur? Nga e keni mësuar shqipen? Mirë. Kush ta mësoi shqipen? Nunja. Na gjyshka. Nga gjyshka? Nga gjyshka. Fliste shqip gjyshka, ë? Gjyshka shumë mirish, shumë zonje mirë, shumë e drejtë. Na donte shumë. Ju donte shumë, ë? Na donte shumë. Ç'tregonte gjyshkja tjetër? Çfarë tregonte gjyshkja? Me të mira, me punë të mira, me ujë të mirë. Gjyshja kur kishte ardhur këto? Gjyshka na Leskoviku na fshati Radatit. Nga Radati? Na Radati, kishin ardhur më një 1900? 900. Nga fillimi i 1910. Atëre kishin ardhur në Stamboll, se gjyshi ishte në Stamboll. Gjyshi që ka në Stamboll atëre punonin këtu. Ushtar gjyshi në Stamboll? Gjyshi, evet, si urdhën. Atëre kishin ardhur, po pastaj gjyshi në Çanakkale ishte shehit, ura në Çanakkale në luftë. Babaj 8 vjet kishte. Atëherë kishe mbetur 8 vjet që vogël, babaj? 8 vjet ish jetim. E ëma, gjyshka, 24 vjet kur vdik gjyshi, 24 vjet kishte mbetur vej.
Babam e kishte yetiştirdishut. Babaj pastaj u martua me nënën, Tufe e kishte emrin, edhe ajo në Loskoviku unuttum ismini. Nga cili fshat, ë? Tufe e biliyorum da şey. Hangi köyde öyle? Nga cili fshat? Sanyollasi. Sanjolasi. Sanyollasi. Kishte ardhur në... Kishte ardhur. Nënëja, a? Nënja, këtu kishte lindur në Istanbul. I ka ardhur babaj në Babaj andaj kishte ardhur, po nënja këtu kishte lindur. Nënja, Po Tufe. babaj në Tufes, si kishe emrin? Babaj Tufes, gjyshi? E din? E di. Selim. Selim. Jo, nënes. I nënës, Gjyshi nënes. Gjyshi nënës. Selim. Gjyshi nënës. Babanı e kishte Bekir Sadık. Ha. Bekir Sadık. Pra, Selimi ka qenë gjyshi, evet, ka gjyshi. qenë Nënes. gjyshi nënës, babaj nënës ka qenë Bekir Sadik, po mbi emra Sadik. kishin pasur atëherë? Lagap, kishin pasur atëherë Lagap? Naradati. Nga Radati, po Lagap. Soisim, kishin pasur soisim? İşte Nuk e Bekir pa. Sadik. Bekir Sadik e kanë Bekir thënë. Sadik. Babaj vetëm një djalë kishte lënë? Një djalë. Vetëm një djalë, s'kishte pasur fëmijë tjetër. Një djalë. Në moshën 8 vjeçare babajut, ë? Nuk u kishte. Vetëm Xhaxhai djali Xhaxhat kish. Djali Xhaxhait. Era ju një. Era ju një. Edhe një, po Xhaxhai, era. po dhe Xhaxhai Aja Xhaxhai ishte bërë ashtu. i sëmurë? Jo. Askeriye. İşte ushtar asker ishte me po ishte bërë ashtu. I plagosur? Jo. Kore'ye gitmişti. Yok o değil yok. Amcama mı anlattı? Yok. Aha, amcasını anlatıyor. Amcamı anlatmıyorum. Babasını. Babay Cacay ekişte Mehmet Emrin. Po? İbiri ekişte Adem. Po? Adem. Askeride ne yapıyordu o? Askeride? Ne olmuş askeride? Kim? Amca? Adem amca. Ha. Adem amca askeriyede Subay. subaymış. Subay. İşte Kore'ye gitmiş. Sonra Kore'den geliyor. Cacay, ha? Babay Cacay. Babay Cacay'dır gjyshi juaj. Caca sayılıyor. Ha, Cacay sayılıyor. Evet, amca çocukları babasından amca Ka çocukları qenë kushëri Adem me amca. babaj, Evet. ai ka vajtur, ka kush- qenë ushtar, ka qenë subaj, pra ka Ka, qenë oficer, subaj. ka vajtur në Kore, Ecë në na luftë. Kore tabii u martua ka dy çupu, Dy ri çupa. çupu işte. 94 yaşında öldü. 94 vjeç, pra u nda nga jeta. Evet. Vajti në luftën e Koresë ai. Tabii. Edhe Erkutu, u luftoi, martua, edhe u tabii. kthye, u martua. U martua. Emrin se e kish Adem. Po mbi emrin? Adem? Adem. Adem Ter. Adem Ter. Adem Ter. Ja, Kushtu. ngjarje nga më të ndryshmet, nuk di çfarë të them dhe si të përshkruaj. Shqiptari ka luftuar kudo, ka derdhë gjakur kudo. Ka qenë fati i tij. Bashka, na trego diçka tjetër, ke shumë për të treguar. Si the nuk dëgjoj mirë dhe unë të thash që unë nuk do të pyes, ti do të tregosh vet. Harun u plak. Ti, babai yt çfarë punë bënte? Babay bahçıvan. Bahçıvan. Punonte për dikë tjetër apo kishte bahçen e tij? Bahçen e tij kishte. Këtu në Stamboll. Këtu në Istanbul, në Ortaköy. Në Ortaköy. Ortaköy. Ortaköy është zemra e Stambollit, është ajka e Stambollit. Është një nga vendet më të bukura. Afër Beşiktaşit, afër Zincirlikuyu. Po? Atje ishte ere unë me babanë bashkë Po punove, a studiove, a shkove në shkollë ti? O kulla gittin më? Gittim ama vajta po kuru sumur babaj elashi shkollën. Sa vjeç ishte babai kur u sëmur? Baban hastalandığında kaç yaşındaydı? 12 vjet jeshe. Ishte ti 12 vjeç? 12 vjet jeshe. Babaj sa ishte? Babaj? Babaj atëre 30, 40, 30? 50 vjet. 50 vjeç ishte? 50 vjet. Babaj është martuar i madh?
I madh, büyük yaşta mı evlendi babanız? Pak. Pak. Büyük yaş. Çok da büyük Yani o evlenmemiş. Çünkü şöyle bu 12 yaşında ise babası hastalandığında Daha önce hastalanmış. Daha önce. 30 vjet atëre ishte martuar. ha 30 vjeç, atëherë ka qenë kur babai është smur ka qenë rreth 42 vjeç. Po çfarë smundi kishte babai? 66 vjet vdik babaj. O qoftë i xhenetit. Ashtu, si orada. Hastalığı var. Astı mı? Ashtu. Edhe ti 12 vjeç e le shkollën për të ndihmuar baban. E lash shkollën. U bëra mejbur që u smur babaj, shot vëjne, nuk vajtë në shkollë, e lash shkollën. Po motor edhe vëlla tjetër kishe? Babaj, Ti? kam. Sa kishe? 2 motër, ere 2 vëlla. Jemi 5 veta. 5 Pesë vëllezër e motra jeni. Si urla. Pra edhe ti ishe i detyruar të punosh Si urla. për të ndihmuar baban për të parë familjen, ë? Si urla. Çfarë punësh bëre? Na trego pak, ja shko pak te mosha e fëmirisë, mbylli pak syt, edhe cila ishte puna e parë që bëre? Çfarë punësh bënje? A ishte e vështirë puna në atë kohë? Si e përballonit jetën? Tini kishim punën bashkë. E keni punën tonë e kishim punën. E Barçıvan ashtu ne diyeyim şimdi? Bahçıvanlık yapıyordun. Bahçıvanlık yapıyordum da şöyle bir şey. Dut bahçesi, meyve bahçesi. Fruta. Fruta. Meyve. Keni pasur baqen pra kopshtin me pemë. Me frutash, pemë, me zarzavate Po. e me lule. Dhe me lule. Tri loje, kishim 30 lloj lulesh kishit. tri punë kishim. 3 lloj punësh kishit, ë? Tri. Dhe ti u merje me ato punë. Ti i bëje ato punë të gjitha. I bura. I shiste? Në mahallët. Në mahallë shiste. Lule shiste, fruta shiste. Lule shiste. Atëherë ishte fëmija, janë u vogël kenka, 12 vjetë. 12 vjeç. Në kuriz Në kriz emi të sepetit, lulet. merrte sepetin e luleve. Lulet, shite. I shiste në për familje, në për lagje, në për rrugica. Rrugitë këtu në mahallët shite. Vinte në shtëpi, merte e bukën. Aneja punonte në baqë. Edhe nënaja punonte. Ne. Ishte kështu motra, vëllatë. Babajt. Edhe ndihmonte të jatin, ë? Po nga familja juaj, çfarë bëni nga familja juaj? Atëherë ju jeni njohur se jeni martuar? Unë 2 qëpë, 2 djallë. Ike. Sa vjeç jeni martuar? Unë 20 vjetë. 20 vjeçë. 19 vjet. Atëherë gjyshi ka qenë 32 vjeç, ë? 32. Unë 25. 19 vjet. 19-25 vjeç ka qenë ajo. 25. Unë 25, zonja Ti 25, zonja 19. Si e njohët, kush ju njohu? Nasıl tanıştınız? Nasıl oldu sizin tanışmanız, evlenmeniz? Kim sebep oldu? Arada teyzem vardı. Akrabalar beni seven, bizleri bizim pardon. Ata ki na donin shumë njerëzia, na donin shumë. Po? Na donin shumë, mua shumë më donin. Pse të donin shumë? Ti ishe shumë djali mirë. Djali mirë, shumë më donin ata. Ishe punëtor. Ata si nip na dinin, mua më dinin, ere zonjën e kishin njeri, e kishin tezën e zonjës e kishin marrë. Pandaj mua më bënë tergji. Po. A e kishe parti zonjën? Jo. Se kishe parë? Jo. As ti as ajo. Unë shikoj që tani në këtë moshë
ke syt shumë të bukur, boj qell, ke një lëkurë shumë të bukur, ke një pamje fytyre si mbretëresha e Anastasias, pra ke një pamje shumë fisnike. Nuk e di si ke qenë re. Balkanlardan. Nga jemi rast shqiptari. Kur themi Ballkan, rënjët e Ballkanit janë krejt të shqiptarët. A kishe merak atëhere kur të fejuan, a kishe merak të dije se si është... E tabi. Kishe merak. Ama babaja... Nuk të dion të të shikonte. Mund të ishte... Babaj e shikoj të vetë. E shikoj vetë, e pëlqeu atë? Tamam, u bë kjo punë. Sa kon detet të fejuar? Ishe i bukur unë. Ishe i bukur ti? Ti shikoj pak sy qanë gjyreke? Ishe i bukur, pa edhe grua edhe zonja shumë e bukur është. Po ti, a e kishe merak zonjën të dije se si është? Nuk u kishe njet për të martuar, po u bë kësmet u martuam. Kur u martuat, para se martoheshit nuk e pe, hiç görmedin. Ja, si. Merak ediyor muydun nasıl bir kızdı, güzel miydi, çirkin miydi? A ishte e bukur, a ishte shumtuar. E bën një merak. E bën një merak, ë? E bën një merak. Por nuk e pe. Mirë janë. Vetëm kur u martove e pe, ë? Evlendiğinde gördün değil mi? Ashtu, sigurdo. Nişanlandık, ondan sonra gördük birbirimizi. Ha, bëhet nishan përpara. Evet, Si e bëhet nishani? Na trego pak, kam merak të di për nishanin. Në shtëpi u bë. Ai veç u bë nishan, unë veç. Veç u bët. Tabii. Erdhën familja e ti? Erdhën? Nuk neve erdhën? jo, veç. Hay, ailesi geldi mi size? Ya, Nişan- erkekler geldi, sepet getirdiler. Ne getirdiler? Çfarë sollën ato kur erdhën? Pra erdhën nga familja e burrit të sollën një sepet. Sepet, iç çamaşırı, çikolata, çokolata, şeker, takılar, Çfarë të sollën ty për takë? 4 tane bilezik getirdiler. Katër bilezik loriri të sollën atë kohë. Pra ai ka punuar në përbaçe, ka sakrifikuar edhe në nishanin tuaj, pra. İşte babanın, nanen, tabii kalabalık işim në shtëpi. Po tjetër çfarë sollën tjetër? Başka ne getirdiler? Ondan sonra tabii Giysi olarak getirdiler mi? Giysi olarak yok. Nasıldı o zaman Giysi, örf adetler? O zaman Biraz örf daha konuşsaydı adetler atëherë. evde olduğu için ben kendi giysimi kendim, o kendi giysini kendi. Ha, pra atëherë Oh, se evet. kush rrobat e veta i merrte vetë. Evet. Po kur u martuat, sa kohë mbrapa u martuat, sa kohë ndejtë të filluar? 1,5 sene sonra evlendik. Mbas një vit e gjysmë u martuat, ha? Evlendik. Si e bët dasmën? Në salon Në salon e bët në atë kohë? dasmı. Sa vjet ka që jeni të martuar? 55 sene bitti. 55 vjet. 55 sene bitti. 56 seneye girdik. 64'te evlendik. Në vitin 1964 jeni martuar? 64'te. 27 Aralık. 27 Aralık. Me 64'te. 27 vjetor të vitit 1964, pra jeni martuar, ha? Sos më 55 vjet. Po, 56 vjet, po. Si e bët dasmën? Si e bët dasmën? Në salon e kishim, kalabalık, Kalabalık, akrabalar, me muzikë, müzik. Tabii. shqiptare, apo? Shqiptar kishim. Shqiptare që kishte. Po këngë, u kënduan këngë në dasëm? Tabii. Cilat këngë u kënduan në dasmën tënde? Skutohen, Atë ha? sene shkrutar. Po ndonjë këngë shqiptare e vjetër të ka ngelur në mendje? Jo, s'kam. Nuk S'kam jas në një. mendje, jo. Po në Shqipëri a ke vajtur ndonjëherë? Tabii. Ku e vajtur, ha? 3 sefer mi gittik İskender Arnavutluğa? ha? 3 sefer mi gittik? Do ta 2 pyesë sefer kishim mi? pastaj. Arnavutluğa kaç sefer gittik? 3 sefer. 2 sefer. 2 sefer mi gittik? 2. 2 herë keni vajtur. Dy. Kur keni vajtur për herë të parë? Geçen sene bu İlk olarak ne zaman gittiniz? ilk olarak oldu. 5-6 sene oldu. 6 vjet u bë. Oldu. Kaç ver? Ku vajtët? Kush vajtët? Sa En veta son vajtët? en sonda bu sonbaharda Shqip, gittik. Shqip. Haroj me i përkthejmë. 5 vjet u be. 5 vjet u bë që keni Ube. vajtur. Me kë vajte? İskenderi, Ahmeti, Rabia, Vëllaj. Pa, si familje shkuat, ë? Shkuam. Ku shkuat në Tiranë apo në Korçë, në Në Korçë, në Skovi? Në Korçë, jo.
Tiranë. Në Tiranë Tiranë vajtët, vajtëm. Ishte hera e parë që shkonjë, Shkuam me uçak me aeroplan? me uçak vajtëm, pandaj Ja, do kthehem te ty, do kthehem. Do kthehem. Do kthehem për ndjenjat e tuja. ishte u pam atje me zoti Ramadan e shokja, dilje, Po. me ato bashkë gezdizme. Kur zbrite nga aeroplani në Tiranë, kur zbrite, çfarë ndjeve? İlk uçakta indiğinde, ilk defa İşte ana topraklarına yani gidiyorsun. Ne hissettin? Böyle Çfarë babam ndjeve? da orada Në Shqip, doğduğu në Shqip. için Në Shqip. Me që babaj babaj ka atje lindur ka atje. lindur atje. Na zemra kushtu sikur baban e pash atje. Kur spirita na uçaku. Sikur babai ishte aty, sikur po Aty të ishte. priste. Babai ka Priste. vdekur në Turqi. Këtu është. Këtu e ka dik, varri. atë. Këtu e ka varri. Këtu e ka. Por ti kur zbrita atje, të duk sikur babai po të priste. Ashtu. A qave? Të mbushën se të Skjava, ama shumë mbajte vetën, dujkullan disa. Shumë. Si të duk për herë të parë Tirana? Si e imagjinoje Tirana dhe si E përkjava. E pëlqen, E përkjava. Po njerëzit, kur shikoj në fytyrat e njerëzve, çfarë shikoje? İnsanlar yüzlerini Gördüğüm zaman böyle kendimden, yakınımdan, kardeşim, amcam, teyzem, ablam gibi hissettim. Pra të dukeshin të gjithë sikur janë farefisëtë, çdo njeri në rrugë të duket sikur ishte halla, tezja, kushëlliri, sikur ishin njerëz e tua. Atje kemi Ramadan, zoti Ramadanın e kam si xhaxha, Si xhaxha e si ke? babaj. Si e ka mbiemrin zoti Ria Ramadan? Mbiemrin si e ka? Llagapin si e ka? Ramadan suaj. Po sojsim? Ramadan Sançoğlu. Ha, Sançoğlu. Sançoğlu. Aynı soyad. Pastaj nga Tirana vajtet në Leskovik, në Korçë. Në Leskovik, në Korçë. Kur vajte në Babaj Korçë? ka lindur në Korçë. Tani vajte, jam rënqithet trupi, pra kur zbrite në Tiranë kishin një emocion të madh, se ishte vendi ku ka lindur babai Shqipëria, pastaj shkove në Korçë. Në Korçë ka lindur babai. Ku babai ka hapur syt në jetë, ku ka folur fjalën e parë, ku ka hedhur hapat e para. Çfarë ndjeve kur shkove në Korçë? Çfarë Shumë dujkullan disa atje. Shumë emocionove, ë? Kjava yani Në Korçë atë në qave? Korçë, atje ka lindur babaj, vetëm në şu yıkık bir bina. O E gjete shtëpinë? Tabii. E gjete shtëpinë ku ka lindur babai, Atje ë? kanë në xhaxhan e ka. E ka xhaxhan Babaj, atje, tabii. po? Babaj kanë xhaxhanë, ato fëmija të xhaxhajt, Atje janë? atje janë, i pam ato. Ato më përpara i Këlla. keni pas para, po ishte herë e Jo, parë që i shikoni? atëre ishi. Ishte kur vama herë atje, e parë që i takoni, atje kur mbas vama. kaq viteve. Evet. Pra mbas 104 viteve, 1910 nëse ka ardhur gjyshëri që thoni. Kishin ato xhaxhaj fëmijëve. ka ndekur, po ato fëmijët. fëmija ishin. Që ato sot janë në moshë të Ato madhe, i mosha pam, juaj. ato i pam. 104 yıl sonra buluştunuz. Evet, işte 6-7 sene oldu. E gjetët Gittik. shtëpinë. Tabii. Vamën e zoti Ramadan, ajo na shpori. Ajo i di në shtëpinë vetë vjen Ramadani. Kur e pe shtëpinë ku ka lindur babai, çfarë si të duk? Shtëpia ka shkuar ajo Gërmava ka ngelur. Tabii. Ama Tabii. aty ka lindur babai yt dhe aty babai yt ka sharë, në atë baçë ka lozur. Ato baqët akoma rinë, punojnë ato. Punojnë, Në baqë. Punojnë në baqë. Atë punë kanë. A doje ta përqafoje ato mure, ta përqafoje atë tokë? Mos pyet. Mos pyet. Mos pyet. Edhe tani emocionove pak. Ashtu. Po si u pritën atje? Shumë, na kështu. Në kraj ju kanë mbajtur, ë? Ashtu. Ama s'kishim vakt juve, neve. Sa ndejtët atje? Një saat rrimë. Vetëm një saat keni Një saat ndejtur? rrimë, s'kishim vakt. S'kishi koshëm, ë? Që ki to të gezdis në të tëra. Do të shkoni kudo të brillet, ë? Va.
Shikoj ta nga Xhaxhai tani kjo është malli, sado që vitet dhe shekujt kalojnë, por vendlindja është vendlindje, më mëdheu është më mëdhe dhe nuk krahasohet me asgjë tjetër të shtrenjtë në këtë botë. Tani të mendoj të shikojmë se Xhaxhai kur ka vajtur çfarë ka ndier. Ti tani na tregon kur vajte për herë të parë në Shqipëri, siç na tregoi zonja, çfarë ndjeve? Në Shqipëri, kur vajtëm në... Kështë të them, tani... Zemra si të bënte zemra? Zemra si të bënte zemra? Zemra si bënte? U gëzova, po më erdhi na brënda kështu si të qanje, kur vajta. Doje të qanje? Pse doje të qanje? Pse? Se më erdhi na atë gjyshi, nunla më erdhi, babaj më erdhi në mëndër, ere sukur të qanje, po ere gëzim kishe. Kush ju priti atje për herë të parë? Thana atje kur vajtëm neve, Ramadani me familjen, Po? ere Beni i biri, Po? na prishin, Ju prisnin ato juve? na pritin. Atje Ishte hera e parë që shkonja, hera e parë që shkonja. Il defa, il gittinde. E një, Si të duken rrugicat e Tiranës? shumë bukurish, e mirë janë, Po kur vajte në Leskovik kur vajte? kur vajta në Leskovik, era atje sukur u bërë të qanje, se ajo fshati në Leskoviku 3 kilometrë larkë ishte në Radat, ere vajtëm atje në Radat, atje nuk u gjetëm ashtu njerëzi, po dy familje ishin atje? Jo, me dy plek atje. Njeri e kishte emrin Jao, njeri e kishte emrin Behar. Me ata u lafosëm, pastaj Po ato i treguat se kush jeni ju atyre? A gjyshit Jaho dhe Baharit i treguat që vajtet nga Turqia, që baba ju të kishte vajtur, kishte ikur nga atje? Lafosëm, po ata nuk e dinin. Nuk e dinin, se këta shumë vjetë më përpara kanë shkuar në Shqipëria. Nuk e dinin. Nuk ishin ndjeni për fare fisin tuaj, ë? Nuk e dinin. Po, kur shkove në Radar, si të duk fshati, çfarë mendoje? E pëlqeva, mirë, e pëlqeva. Ujë, ato malet, mirë, e pëlqeva. Pastaj vajtëm në Sanjolasi, në fshati Nënes, Po? era atje bjellin domate shumë, mora farë atje. Mora farë domate, Mora farë, bola në Stambol pastaj. Andaj vavtëm në Saranda. Në Saranda bëmë 2 ditë. Andaj në Durrës, në Durrës vajtëm. Andaj pastaj vajtëm i bëmë në vapor? Jo. Sipër në aeroplan? Në butrin sipër? Ja, atë. Në aeroplan? Në balonë? Ty që sële? Uçak, ne. Aeroplan? Uçak. Aeroplan? Aeroplan, po? Pastaj erdhëm në Stambol. Erdhët në Stambol, a? Sigurisht. Po, ndonjë çikës tokë nuk morët nga fshati? Dhe morën. Morën dhe? Morën. Ku e ke dhenë? E vamë në Vare, në babajt, në babaj, në nënes, në gjyshkët, janë në 3 atje në Ferikua, atje ato... Vend shqiptari a hodhët mbi Vare, imbuluat në vend shqiptare. E ollëm në Varë. Kur ishte gjallë në neja babaj, a kishin dëshirë, ta kishin lënë amanet që po shkove në Shqipëri na sjellni dorë dhe? Jo. Po juve sollën nga vetja juaj, ja? Ashtu të lindi nga zemra? Na zemra, pastaj Zoti Ramadan, zonja e i biri, aman ajdeni me
Jo dërguan? Me letër? Me letër, vajtëm pastaj. U bu Me Ramadanin gjithmonë i marr me letra, a? si vërtet. Me letra, me gjithmonë. telefon, me telefon. Me telefon? Me telefon. Po, kur keni filluar të keni kontakt me Ramadanin? İlk ne zaman onunla yazışmaya başladınız? Tani Ramazani shumë vjet më përpara erdhi. Kur ishte vjeri Kur ishte gjallë, erdhi Ramadani. Erdhi Ramadani, a? Jeni takuar me atë? Sa vite tabii. më para? 30. Më përpara. 30 u bë që ka vdekur 30 babai, vjet, po më po, tepër atëherë. Tabi, 5 vjet më parë. 35 vjet. 20-25 vjet. Erdhi ai një herë u takuat me të dhe vazhdimisht kishit të... Dy herë, këtu 3 vjet u beki herën gene, Ramadani me të Ha, shokin. erdhi ai përsëri, ha? Tabi. Neve e përgojmë atë uçak biletnë. Ju ja dërgoni biletën dhe ato vinë ju vizitojnë, ha? Ha? I doni shumë kur ju vinë, kënaqen, ju bëhet zemra Tabi, malë, ha? tabi, era ato, era neve. Edhe atyre dhe juve, ha? Po, a keni ndërmend të shkoni përsëri? Vajtëm, 3 herë, vajtëm. Tani është edhe mosha e madhe, është e vështirë të përballohet rruga, por ato të vinë më tepër të bredhin Stambollin. Se ka më shumë vend për të parë këtu, ha? U be sa muaj ki vamë gene me makinë vamë. Ha, me makinë shkuat? 3 makinë shkuam. 3 makinë shkuat, 3 makina. E motra, i vëllaj, neve, Shkuat të gjitha atje, ha? gjisë. Sa familje, bashkë vajtë. Me makinë vamë. Vëllaj, Dismë. motra, të pesë, ere zonjat bashkë. Ti Dileja, Ramadani, ere i biri. I viri punon në havalana. Ha, në aeroport po do t'i biri. Si e ka emrin djali Ramadanit? Beni. Beni, Arbeni e ka emrin. Beni. Përshëndetje Beni. Të gjithë ato që vinë nga Turqia, Beni, mos i bani të presin shumë në radhë. Se shqiptarët e Turqisë kanë një mall të madh për shqiptare. Pak. Ma këndoni këngë shqiptare. Këngë vjetër. Këngë të vjetër, po. E laceja kur del nastani, laceja e kur del or nastani. Laceja kur del nastani, odi sytë mëna Marjani. Oh bilbilo, odi sytë na Marjani, çpaza bibitët e orynanit, paza bibitët e orynanit. E paza bitët e unanit, shbënin e tër tipin e or skraparit, shbënin e tër tipin e or skraparit. Oh bilbilo! Bravo! A din të një këngë tjetër? Ja. Din ti? Ja. Edhe një. Ja, nuk e di. Edhe një. Ja. Mendoje pak. Nuk di, Nuk din, ha? Turqe di. O Turqë na këndon një Turqë atëherë. S'ka gjë, kënga është këngë. Di me, söyleyeyim mi? Po söyle. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, dönersen bana geri. Gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri, çalmadan gir içeri. Sana sevgiler sonsuz, henüz geçmedi zaman, henüz geçmedi zaman. Gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri, çalmadan gir içeri. Bravo. O zaman Ya. bir selam gönderelim mi oradakilere? E böyle bir përshëndetje për ato?
Shëndetit, të fala Ramadan, Dile, Beni, Qupat, fëmija, shëndet. Ju duam të gjithëve. Shëndet. Edhe ti Xhaxhatje, përshëndetje. Dërgoje një përshëndetje. Ja, e shikojmë te kamera. Ramadani dhe familja bashkë, shumë të fala, u presim në Stamboll. Jo presit në Stamboll përsëri. Pra, sot sollëm në cikël. Malli. Ju ka marrë malli. Ju fala. Faleminderit. Pra, sot ishte në cikël familja e Iskënder Defnes që janë në Gajrettepe në Stamboll, janë në zemër të Stambollit, shqiptarët e ciklit me shqiptarët e Turqisë. Ju lutem, mos harroni të na shpërndani videot dhe të na përkrahani që të nxjerrim sa më tepër rënjë shqiptare, të cilët kanë më tepër se një shekull që kanë ardhur nga trojet shqiptare këtu në Turqi, edhe të bashkohen familjet, të cilët një pjesë e farefisit kanë mbetur atje, një pjesë tjetër kanë ardhur këtu, dhe patjetër që me kalimin e kohës edhe fëmijët e familjeve të emigruara, të dëbuara kanë vajtur në vende të tjera të botës, por ndërmjet këtyre programeve mundohemi që sa më shumë të bashkojmë farefiset dhe të shuajmë sadopak mallin e mërgjimtarit, të bëhemi përkthyes të ndjenjave të tyre, të mallit të tyre. Ju përshëndes unë Mimoza Elezi me programin, me ciklin, me shqiptarët e Turqisë. Faleminderit.